Mirëmëngjesi, dashur televizionistë të Klanit, dëgjues radios Klan në 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili shikoni ka gdhirë shumë mirë dhe parashikohet të jetë një mot i mirë, le të themi, me temperatura që të jenë gati një lloj me dje, nuk është se ka për të patur në ndryshim madh nga dje, madje edhe në drek, parashikohet kemi në një kështu si biçim rreshje e vogël sa për të bërë pis makinat, jo në gjë e madhe, nga ato rreshje që më tepër e ndez se sa e freskon domethënë atmosferën. Kështu që bëni gati për një ditë pak a shumë si dita e djeshme. Dashur miq, ne sot jemi e premte. Data është 20 qershor 2025 eksakte ora 7 pa pak sekonda dhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashur miq në orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është pyetja për ditën e sotme, për mëngjesin e sotshëm? Pyetje e cila le të themi që është një lloj fizikulture për sa i përket mendjes, fizikulture e lehtë, nuk është me detyrim. Domethënë nuk është kështu provim. Është thjesht një pyetje që nëse ju keni argumente bujrum, pse jo? E shkruajmë bashkë në 069 40 41 003. Lexojeni pyetjen, lexojeni pak. A është e dëmshme apo është e dobishme që t'ju thuash kalamajve se prindrit kanë gjithmonë të drejtë? Në pamje të parë, domethënë, kjo nuk është se ka kundërshti. Po, prindrit kanë gjithmonë të drejtë. Në fakt, e gjithë kjo është e dëmshme apo e dobishme? Mendojeni pak, mendojeni qet. Pak kështu pa patriotizma, pa vrull. A është gjithmonë e dëmshme apo e dobishme të thuash kalamajve se prindrit kanë gjithmonë të drejtë? Mendojeni dashur miq dhe bujrum në 069 40 41 003. Dhe së bashku me kafen ton që ne kemi në mëngjes, por duke qenë se është edhe stil goxha e nxehtë, mos harroni Lavazza ready to drink. Fillojmë këtë mëngjes duke dhënë adrenalin dhe ritëm sa i ditë të re. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjesi. S'është një kuptim. Po kush jeni nga Prishtinë? Nga Fushazhi ju flas. Sa mirë, po kush jeni ju? Paulini jam. Paulin si u kthye valla, mirë? Mirë, kemi kohë, kemi folur bashkë. Po bra. Nga ke qenë? Po ja, te kemi qenë te. Me punë thu, ja? Po me punë. E ba mirë. Urdhëroj dashur. Për temën desha të them gjithmonë prini ka të drejtë për fëmin, po nështë edhe gabojmë, nështë mos jetë edhe dëmshme. Ti themi ka drejtë për pritjer. Pra ti thua që mund të jetë edhe dëmshme. Mund të jetë edhe dëmshme, fëmia preket fill, duke edukuar, por kështu mendoj unë. Kështu mendon ti. Mirë vllai, shumë faleminderit që na morë. Respekt vëlla. Shëndet e mbarësi. Okej. Mirë, të dashur miq që vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003, pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në kombëtarët e Klan në frekuencën 92.9 sigurisht në FM. Nxitoni pikërisht për këtë temë, sepse çohen gjithë nga gjumë dhe pastaj bëhet dyndje e madhe. Telefonata mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Jemi nga Klosi, i Motit. Nga Klosi, po, urdhra. Po mendim që është e dëmshme ajo thonja që gjithmonë prindrit kanë të drejtë. Po pse është e dëmshme valla? Është e dëmshme se në familje, për një problem, po, që ka familje, po, duhet që të merret mendimi të shtrohet në familje, të merret mendimi të gjithëve, edhe fëmijëve, gruas, gjithë të japin mendimin e drejtë. Po bravo, më rregull. Pra, do të thonë pyetja tamam është, a është e dëmshme apo dobishme të thuash fëmijëve se prindrit kanë gjithmonë drejtë? E dëmshme. Thuat, ja? Nuk mund të kenë gjithmonë drejtë ato. Mund ta ke e gjë fëmia një problem. Jep një mendim më të drejtë. Pra duhet me formë ndoshta. Duhet të jetë familje problemi dhe shtrohet si problem. Kam përshtypjen që pak i paqartë. Mirë, vëlla, e rrofsh. Telefonata mëngjesi. Aldo, mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Jani nga Berati. Amo Jani. Aldo. Temat i vendos të bukura me shumë kuptim plote, por çfarë? Të thuash fëmijëve gjithmonë që babai ka të drejtë. Jo, unë s'jam dakord. Babai dhe nëna, pse ndan veç ti? Po, të dy, prindët.
Po. Si thosh që gjithmonë do thosh pse. Edhe ne bëjmë gabime Aldo. Edhe ne bëjmë gabime. Dhe ne do të shikojmë në vetë e jon. Dalë po i themi këtë fjalë. Ku del kjo fjalë? Është e drejta, s'është e drejta. Por nuk kemi gjithmonë të drejtë neve. Ka dhe fëmija të drejtë. Duhet ta dëgjojmë. Imagjino një fëmijë 7 vjeç ti thosh, shiko se babi dhe mami jo gjithmonë ka drejtë. Pra merr sensin e kundërt, domethënë është pak e rrezikshme kjo. Jo, prindi duhet të ketë një fal takti edhe kur t'ia thoj atë fjalë. Do të flasë çik me takt për fëmijën, se edhe fëmia është kompjuter, i regjistron tëra gjëra, po edhe neve duhet të triqemi çik, duhet të gjykojmë si e ke fëmijën. Nëse fëmia është kompjuter, i kap gjëra, duhet të triqemi edhe neve. Do të rrisë, valet e fëmia. E kuptova. Kështu që mendimi im thash, Ma the. Mirë vllai. Okej, të tjera mendime presim, opinionet e gjykime në 069 40 41 003. Duke dashur me një zemër t'ju urojmë një ditë sa më të freskët, domethënë sepse jemi në një muaj që në fakt temperaturat janë goxha, me thënë drejtën, dhe duke kujtuar që gjithmonë ekziston diçka që ju freskon, quhet kafe Lavazza ready to drink, është kanoçja. Është kryevepër. Provojeni, gjeni diku te lokali që shkoni juve, apo vërdall, domethënë, dhe shijojeni, ja vlen, më besoni që ja vlen. Shumë mirë, vijojmë neve me telefonatën e mëngjesit. Mirëmëngjes Aldo. Po kush jeni nga Prishtinë? Samiri nga Bërdoja. Mos më. E dukesh ti valla. Mirë, faleminderit për rrolla. Gjithë lloj testi që i bën, se ky është test psikologjik që i bën njerëzve, nuk është një pyetje thjesht. Lehtë, normalisht. Nga pak. Ja, për mendimin tim, si prind, siç jam unë ti e shumë tjerë. Ka një problem të madh që nga koha e internetit, domethënë që problemi që futi interneti. Është një problem shumë i madh. Vetëm një? Është shumë i madh. Ja, janë shumë, po shumë. Pa ne problem. Domethënë nga ky moment edhe nga që unë po jetoj në Francë dhe kam vajzën 11 vjeç, voglen. Po. Tretën. Imagjino më bëri një pyetje dje në drek nëse ke kohë të më dëgjosh edhe. Unë kam edhe njerëzve që më mërziten, po. E di, nuk mërziten. Mirë. Më bëri një pyetje për kishte një mësim për Hitlerin. Po. E thash babi, pse rrim në telefonit tash të shohësh ato lojrat. Shikon internet për Hitlerin, tash do të dalë. Nëse është vërtet do të shpjegoj edhe unë, do të ndihmoj edhe unë pastaj. Po. E kupton, do të thotë që duhet i përshtatemi, është e vërtetë që duhet i përshtatemi, po imagjino unë 51 vjeç, të i përshtatem 11 vjeç. Po tani vetë bona vlla. Se po se po. Po se bona unë lëvizjen e teknologjisë. Jo, teknologjinë se vërtet. Asi. Kjo është dilemë, kjo është hapësira, jo hapësira, po humnera që është mes prindit dhe fëmijës për sot. Po humner. Si mas meje. Se quhen humner, quhet distancë. Quhet bëj një emër më të. Po se lidhin dot. Shumë po ecën shumë shpejt Maldo. Çfarë bëj vllai? Tani vetëm lidhin dot po thash. Vetëm mbollëm të botë kështu. Kështu që ta gëzojmë. Po pra. Ta them sinqerisht me shpirt, nuk e lidhim dot. E qartë. Është shumë e vështirë. Mirë vllai, shumë faleminderit që na morë. Të uroj gjithë të mira. Telefonata mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Oli nga Fieri. Mi Oli. Ti jeni? Mirë vallaj, ti si ke qenë? Se kam ditë ta folur. Uroj një ditë bukur njerë. Rrofsh dy herë. Për temën, unë mendoj jo gjithmonë prindi ka të drejtë. Se fëmijët sot kanë ndryshuar koha dhe fëmijët janë bërë të zgjuar. Dhe për ta inkurajuar fëmijën, do t'i japi dhe të drejtë fëmijës, duke e bindur që kjo është kështu ose kjo është kështu. Se jo t'i thot vetëm mundi. Për mendimin tim, unë nuk ja bëj do të fëmijës atë. Unë di dhe ti s'di. Se ndrys fëmijën. Mirë, nëse kjo kemi tjetër pyetje në fakt të drejtën. Ti e shtrove ndryshe, Mirë, shumë faleminderit. Falenderoj shumë dashur për telefonatën, të uroj gjithë të mirat. Ndërkohë miq, vijoni për të prenotuar. Sa vajte ora? Ora është 7:16 minuta në 069 40 41 003.
Mirëmëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Mirëmëngjes. Ariana nga Roma. Mariana, buongiorno, si jeti? Mirë, faleminderit juve mirë. Je goxha vap në Romë? Mos e pyet. Po edhe tek juve nuk bën shaka. Po të neve si za ushqimi se çarkullon ajri. Ajo është. Edhe këtu ajo është më e keqe. Aha. Çfarë bëhet tani? Okej, Aldo, për temën. Patjetër. Për temën. Unë mendoj deri në moshën 14 vjeç, ka të drejtë, fëmia duhet orientuar në një mënyrë të tillë që vetëm prindi e gjykon. Megjithatë, pa ofenduar të drejtën e fëmijës për pasur atë divinë vetë të shprehurës, Kuptoj, po ky fëmia duhet mësuar që prindi ka gjithmonë të drejtë apo duhet të thënë vërteta? Tani prindi ka gjithnjë të drejtë. Prindi ka gjithnjë të drejtë për mendimin tim. E diskutueshme, apo jo? Apo e ke ndarë mendjen? Për mendimin tim, prindi ka gjithnjë të drejtë. Deri në moshën 14 vjeç nuk diskutohet vendimi i prindit. Pastaj e diskutojmë bashkë. Po pse? Pse kështu? Pastaj e diskutojmë bashkë. Po sepse duhet dhënë një drejtim Aldo në këtë kohë sot me siç e tha edhe ajo zonja përpara me internetin, ai zotëria nga Franca. Duhet dhënë një drejtim. Tani po nuk mbajte një çik atë. Më fal, po. Urdhë. Interneti do të thonë që është gabim gjithmonë. Jo, në asnjë mënyrë interneti na ka bërë që ta hapim sytë edhe neve si prindër, Normal. Jo se është gabim, po që disa ato, si thotë këtu në Itali më vjen paleta, disa paleta kështu i duhen dhënë fëmijës, edhe në qoftë se ai për momenti thot mami ti s'ke të drejtë që të më thuash mua kështu. Kam të drejtë, jam mamaja, jam babi, do ta them, do ta bësh. Pastaj dakor, po edhe kjo është pak si formë e dhunshme më drejtësi apo. Aldo, sido që ta kthesh sot nuk ke të drejtë edhe gjithnjë ke faj. Sido që ta kthesh, se një herë më shkel privacy-n, një herë më shkel të drejtën time për të folur. Ngado që të kthesh do shkelësh diçka. Po kështu kemi bërë ne në tani jo këto për masa ose janë këto drejtime, po pak a shumë aty. Aty unë e kam vojtur shumë faktin që nuk kisha drejtën e fjalës. E diti atë, e duam jetën ndaj në linin të jetojmë. Apo jo. Ose edhe më përpara, sot jam 20 vjeç, edhe jeta më thërret. Jeta më thërret, po bëu 20 vjeç njerë. Bëu njerë 20 vjeç, pastaj edhe unë jetën tënde. Llapi që bie. Pra, nuk duhet mësuar, apo duhet mësuar fëmijët që prindin ka gjithmonë të drejtë. Nuk e so. Në këtë pikë nuk di të ta them, një ka të drejtë. Do të se njeriu për politet te poja, po prit se të lëdhejoja. Kështu që halle këtë dinja. Halle këtë dinja. Mirë motor, të falenderoj shumë për telefonat. Okej, ju përqafoj. Faleminderit. Shëndet. Okej, jemi me zotin Nika Jordroni. Mirëmëngjes, Aldo, përshëndetje të gjithëve. Ju dua shumë, jemi zgjuar mirë, hajtë mirë themi, jemi me dhimbje koke, pa qef, një pjesë e mirë e familjeve shqiptare janë të telikostër, që është e vërteta, me këto virozat që përqekojnë, me këto lule që na bien si për kokës, alergjia në maksimum. Megjithatë e përgjithshmja mirë, Aldo, teksa në fakt ditën e djeshme, edhe sot është e vërteta, kanë festuar mini maturantët të dashur miq, kanë hequr të qafe testin e radhës, gjithashtu dhe ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme, janë organizuar të darkat festive për mini maturat. Në fakt kalamajat e 9 vjeçare dhe goca çuna, ku në fakt lindin edhe këtë dashuritë e para midis fëmijëve, Aldo, teksa në fakt janë gëvjerë deri sot të mëngjes duke kënduar, duke përqafuar e duke kërcyer me njëri tjetrin. Nga ana tjetër do të shkoj më një herë pa humbur kohë, një vajzë duke qenë mirë e bukur. Fakt ditën e djeshme çunat dhe gocat e reja kanë qef në fakt që t'i vendosin këto qerpikës hauze që t'i zgjasin, është e vërtetë apo. Në fakt është ëndër syri të dashur miq, ku ka shkuar është konsultuar më pas me mjekën dermatologe, në fakt e ka pari ka thënë që hiqi në mënyrë të menjëhershme, pasi gjithë problemi ka qenë tek gjithësi, si duket ka qenë oj skaduar, oj pa certifikuar, ku ka harxuar mbi 200.000 lekë ilaçe. Të shohim sigurisht do të përmirësohet. Nga ana tjetër, sigurisht që kemi patur dhe probleme ndalime dhe arrestime në të njëjtën kohë. Ditën e djeshme, në fakt, ishte një çun i vogël, 22 vjeç që tha, jo vetëm rruga Kavajës, vuante masën e arrestit shtëpiak me karakter shtrëngues,
teksa në fakt është kontrolluar nga rajoni I cili ka patur në jurisdiksion vendbanimit, nuk është gjetur në shtëpi I gjori djalë dhe kjo gjë ka bërë që në mënyrë të menjëhershme ai t'i kthehet para burgimit dhe të shpallet në kërkim. Një tjetër informacion Aldo do të shkoj më një ka të bëjë në fakt për zhvendosjen sezonale të dashur miq, ankohen në fakt është e vërtetë pa menaxherat në zonën e ish bllokut për edhe muslimshëri një vështirësi dhe një zbrasti shumë e madhe për kamarier, por edhe për pastruese, sepse një pjesë e mirë e tyre shkon në jug me rroga më të larta, me siguri, me strehim, me pagesa 2-3 fish më të larta. Okej, mirë mjafton. Ora është vajti 25, tonë çfarë doni. Eci me të kundërtën, e kësaj që dëgjohat. 069 40 41 003. Enviojmë telefonata mëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Mariglina Hoxha, nga Berati, por në këtu në Durrës, unë që fola dje që këndova të himin e flamurit. Po, urdhro. Se erdhi Vjera tani, pa në dola për jashta, edhe nuk doja të marrë shumë me fjalë të marrë publikisht, e kupton? Ja, marrë vesh, vetëm kur vjen Vjera nuk flet dot. Nuk flas dot, po. Kjo tregon që është autoritare, është çik shumë, nuk do një fjalë, nga që kam qenë siklet, e kupton, edhe nuk do që ta marrin vesh të gjithë. Çfarë sikleti ke ishte? Po se sa tash dje, Aldo, 25 vjet, siç më është bërë tek edukata shqiptare, më ka rënë një mjegull para fytyrës. Ka rënë mjegull, Po, që doja të vazhdoja shkollën, për shkollën më është bërë. Edhe 25 vjet veç lot kam derdhur. Mirë, tani të shkuar të haruar, zë më e mendin të kaluar. Po, normal. So është përpara. Ti Sa I përket temës, Aldo, sa I përket temës. Prindi ka gjithmonë të drejtë. Se fëmia është si ai lastari I ardhisë. Kur e le të lirë, ai ikën nuk e gjen atë me një fjalë drejtimi në dorë. Kur e krasit, qëndron aty ku do të ikë. Pra prindi ka gjithmonë të drejtë. Ka gjithmonë të drejtë. E kuptoj. Edhe dëgjoj Aldo. Jam duke dëgjuar. Unë Aldo kam nga që kam votë 25 vjet, kam një shpirt të papar, një zemër që nuk e imagjinon dot. Dallohesh me njëherë. Dua të zvendçoj në Terezën shqiptare. Edhe një herë? Të zvendçoj në Terezën shqiptare, të bëj bamirësi, pa lik, pa gjë, vetëm me unti, të bëj vetëm mirë, me këto dorë të mia të arta dhe me këto lotë të mi të bekuar me të kristal. Po tani ti po kërkon leje apo se kuptoj? Të gjithë të vejër për vej, ja rënjuar në shpiti me 2 pikat e lotit të mi, që ja u bie të gjithë shikimin dhe shkoj rrezat e diellit të arta. Ja uroj me gjithë shpirtin dhe në vetvete. Të lumt goja. Tani Nën Tereza mund të bëhesh, domethënë, ja thonë të ndjekesh Nën Marglena. Ta lëm shkurt Nën Lena se është më bukur. Nën Lena, po. Nën Lena. Tani çfarë pengon të bëhesh ti? Më pengon ja vetëm bashkëshorti se nuk do që ta shuj janë më kritikon, më thotë që nuk je drejt shumë, nuk do të jesh e drejt, do të jesh të ta manavrosh që ku jam shumë edhe të sinqert. Po njerëzit e drejtë të sinqert, të tjetë shkelin me kemë, e kupton Aldo? Jo, se kuptoj. Të shkelin me kemë dhe ta marri për do të stej. E kuptoj. Pra ty si lë burri për që Nën Tereza. Jo, se kam thënë burit të gjohë, dhe ta thimur atë ikën mendja fare, po. Po pse ikën mendja? E kam dëshirë vetë. Ky është një motiv shumë I madh, shumë I bukur. Po. Të bëhesh si Nën Tereza. Po në të ardhmen nuk e di do ta shikoni Mariglena. Më fal të pyes. Më fal të pyes çfarë moshë ke ti? 38 vjeç. Okej. Të ardhmen se ke shumë larg, afër ke. Afër. Po. Kështu që shifë bëj. Po, kështu Aldo. Unë juroj të gjitha të mirat e botës, gjithë shqiptarinë në Banglobit, juroj shëndet, jetë, mbashtet e lumturim pra të tyre. Tani Nën Tereza nuk është se ndante shqiptarët veç dhe botën veç. Jo, gjithë globin, jo vetëm shqiptarin, jo, gjithë globin, gjithë universin. Tu përfshim dhe portugezët, apo jo? Si thua? Po. Ti përfshim portugezët apo ti lëm? Të gjithë i mirat të një lloj. E qartë, mirë motor, shumë faleminderit që na more. Gjithë të mirat të uroj. Shëndet e mbarësi. Të verdi tjera të këmbët edhe, po shikoj të më ke përflisja për zotin. Kush me? Vjera merri të këmbët. Vjera erdhi të këmbët? Po, merri aty dhe po shik të më ke përflisja. Po pse më fal çka ti? Jo, unë rri me Vjerën, po 20 vjet, rri me prindit e burit. Po kjo, dakor, po pse vjen të këmbët ajo? Ke po erdhi për jashtë, gratisht. Vjera flet. Uri në katë dytë, flet në gjumë në katë dytë, në katë parë poshtë, po bukën e ham pashë. Po kur vjen që flet telefon vjen te këmbët.
E kuptova. Rastësisht. Rastësisht të këmbët. Po më ditë kjo Vjera. Vjera flet apo le? Flet. Në rregull, kuptova. Mirë, motër, hajde. Uroj gjithë të mirat. Deri të këmbët. Mirë, i bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer prapë në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë shumë. Ora është 8:23 minuta. Të dashur miq, kudo që ndodheni, vijoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë. Mirë, vijojmë me telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mëngjesi. Kush jeni nga Flisni? Jam Afrodita nga Sarriku. O, Dita si jeti, mirë? Si jam. Urdhra, motor. Jam një zonjë verbër, kam një hallë shumë të madh. Po, okay, nuk është emision, nuk nëse një programin për hallë, më vjen keq. Jemi në Vlorë me figurën e Vlorës. Djalo? Mirëmëngjesi, ato nga Vlora me një kohë të bukur sot në Vlorë. Por gjithmonë nuk na mungojnë ato pjesë problematika tona që her pas here na mundojnë do pak. Po ja si në rastin e një zonje e cila është një hallë vërtet shumë të madh, pasi bashorti i saj nuk është më si më parë, domethënë. Sa herë që dalin bashkë, domethënë familjarisht apo me ndonjë që janë në shoqërinë e familjarëve të tjerë, me të tjerët ai është shumë i dashur, shumë i afrueshëm, i komunikueshëm, ndërsa me familjen e tij është pak i set, le ta themi, është grindes shpesh, domethënë. Po. Po pse? Po në bisedë sipër me bashortën e tij ka pyetur ai që pse je tipi i tillë, ai ka thënë thjesht, domethënë, ke qenë ti ajo që më ke ndryshuar duke më nxjerr jetën me ato kërkesat e tua. Mirë, po nuk bashortja e tij nuk është se bindet kaq thjesht me to, por mendon se ai mund të ketë një lidhje jashtëmartësore të cilën e ka sjell deri në këtë pikë me pak fjalë. Po për çfarë moshe bëhet fjalë? Po bëhet fjalë, domethënë zotria është diku rreth 45-46, domethënë rreth kësaj moshe. Me bash edhe zonja diku aty, domethënë. E qartë. Diçka e tillë. Po ndoshta një çift tjetër aldo sapo janë martuar, por që kanë marrë një vendim shumë të nxituar, por shumë nuk e di, ata janë shumë të vendosur për të pjesë dhe kanë dalë në përfundimin që nuk duan të bëjnë fëmijë. Për arsye se ka një mikeshën e tyre e cila sapo ka lindur është bërë nënt, si në për herë të parë, dhe imagjino, domethënë, kanë parë ato sakrificat e saj, jo ndërimi, jo ushqimi i fëmijës, jo po spitalet e tjera dhe gjithë sakrificat ata kanë dalë në përfundim që më mirë pa fëmijë dhe të jetojnë të qetë. Për ta është një vendim i drejtë, por që varet tani si do ta logjikojmë më vonë. E qartë. Halli çfarë do thonë tjerët, pa e diun atë. Po mirë, çfarë thonë tjerët? Po tjerët këta ja s'bëjnë fëmijë, kush e ka fajin direkt, kjo është gjë e parë. Pastaj janë ato gjërat e tjera që e kuptoj. Dihet ajo. Ndërsa një zonjë Aldo bashkë me një zotëri dhe këta janë në një hall shumë të madh për arsye se vajza e tyre do një djalë, çdo gjë është okay, në rregull, po puna ashtu se ai djali ka një kaluar pak të keqe, si i thon. Imagjino, ka qenë njëri martuar, ajo martesë ka një fëmijë, kjo nuk është se krijon problem për familjarët. Po që ka qenë martuar, ka fëmijë, pse që ka keqe kjo? Jo, e keqe. Domethënë për familjarët kjo nuk është se krijon problematikë. Kupton? Okej, ka qenë, nuk i ka ecur, tjetër gjë, kupton, ashtu mund t'i ndodhi të gjithëve. Nuk është se është një problematikë që si thonë të vësh duart në kokë, por e vetmja gjë që familjarët i shqetëson, a e kaluar e ti është se djali ka qenë në burg disa me pak fjalë, është edhe sot e kësaj dite ai është pak problematik, domethënë tip i ka qef të shere, domethënë të gjëra dhe nuk është i përshtatshëm, thonë ata, për vajzën tonë. Mirë, po vajza e do tani dihet. Dhe nuk e di se si do t'i vej halli dhe kësaj. Shpresoj që të bien dakord apo dhe djali më mira është i djali të kthej rrugë, mos e merret me këto gjëra dhe të jetojnë të dy të lumtur, si i thonë. Paga shumë këto kishim lajta, këto kishim gjëra të vogla kanë ndodhur. Në rregull. Mirë, figurë, suksese. Telefonata mëngjesi. Mëngjes, zoti Aldo. Ç'bëhet? Mëngjes, jam Fol. Mira nga Elbasani. Jo, më duk sikur jo, ndërhyrje akoma. Jo, po prisja.
Mirë, si jeti? Mirë, faleminderit. Kjo tema shumë e bukur. Po e di. Tashi prindi, kjo më tepër është për to prindërit e ri që s'kan eksperiencë, se ne prindërit që kemi kaluar këto periudhën rritjes fëmijëve kemi eksperiencat tona. Tashi prindi jo gjithmonë ka drejt. Por ama meriton respekt. Duhet ta respektojnë. Sepse një prind është si gjithë njerëzit, si çdo njeri. Një prind ka frikë, një prind mendon. Një prind edhe mund gaboj. Dhe tashi prindi kur gabon, duhet mendoj sepse bota e re në të cilën rritet fëmia, ka ndryshime dhe kështu që prindi duhet të ketë reflektime. Do të thënë të reflektojnë ndaj këtyre gabimeve. Qartë, sigurisht. Ashtu dhe ta kuptoj se ai po rritet në këtë ambient. E kuptoj. Po është e vështirë kjo që prindit të mendoj atë që nuk ka faj. Gabon, nuk është gjithmonë. Po. Megjithatë, unë do them një fjalë turp, do ta mbyll me këtë fjalën e urtë, thotë që prindi është rrënja jote. Edhe nëse degët rriten në një drejtim tjetër. E kuptoj. Ka shumë fjalë të urta, pa diskutim që ka shumë. Po, unë kësaj u referova, kupton? Kështu që duhet patjetër që prindi gabon, jo se gjithmonë ka drejt fëmia. Duhet ja themi fëmijëve? Po duhet patjetër. Në familje duhet mblidhen në darkë, shumë se ajo celula e vogël që prindët dhe fëmijët, nëse do jenë të hapur me njëri tjetrin, do gaboj njëri, do tregoj dhe çdo gjë pastaj kalon atë ciklin e vet dhe them që fëmia ose prindi të dy do reflektojnë, edhe prindi edhe fëmia. Ndoshta. Ndaj edhe të mirave edhe të këqijave që ndoshta. Mirë motor, shumë faleminderit që na morë. Të uroj të mira, shëndet e mbarësi. Vjoni miq, këtu jemi 069 40 41 003. Mirë, në rregull. Me telefonatën mirëmëngjesi. Gjesi. Kush jeni nga Fisti? Andi nga Tirana. Andi si e? Mirë, si kaluat atë? Unë të mira? Mirë e bëjqishme, mirë. Shqyqyr. Do tema interesante. Më dhenë, nuk mund të thuash, nuk ka një pa gabuqën, dhe që ati kemi lartë. Po në raport me fëmin patjetër që prindi gabon. Gabon. Patjetër gabon që 1 vjeç, 2 vjeç, edhe kur bëhet edhe gjysh pastaj. Nuk diskutohet se statet e jetës janë të ndryshme, problemet janë të ndryshme. Halli. Ne themi pa halli nuk i ngja, por ne themi kur është në kopës apo kur është në çerdhe apo kur është klas parë si gabon. Gabon në edukim. Pastaj fillojnë interesat e tjera më sipër në moshë në stad tjetër që edhe aty gabohet. Që nuk mund të themi asnjëherë se gabon. Mos do të fjalia më sa gabon në shembullin, ndoshta, në shembullin që i jep, që do të thotë me fjalë tjetër gjë dhe me vepra tjetër gjë. Patjetër. Kjo është biles po ta shtohesh në shumë gjëra. Unë kam parasysh ato takimet e prindërit me fëmijët. Edhe nuk e harroj një koment të një mësuese, klas 2, klas 3 ishte djali. Kur më tha, unë i kërkoja, jo kështu tha, një parasysh, fëmia jote tha do jetë ti plus nusen, tu rrotullohu tha. Mos shifë gjëra tjera, sepse kjo është gjeni jote, kjo është fëmia jote. Pra, jo që ndikon, por ka ndikesë të madhe kjo që më the tani. Pra, ne ndryshe themi, mos e pi cigare nga krau tjetër, vazhdojmë flisim ty. Edhe çfarë duhet bëhet fëmia tani, domethënë kjo është ajo pjesa që e bën moralin që duani të bën këtë, nga krau tjetër ti vetë nxjerr ty. Pra, është e padiskutueshme që gabon. Nuk diskutohet, po gabon edhe domethënë dukur përpjekur në të mirë, Laj dhëmbët kur vetë si lan. Po, bravo. Laj dhëmbët edhe vetë i futi fushën e poshtë lart dhe ikën. Po për ty se ai shikon se fëmijë është. Ai ka kuriozitetin e Silja babi dhëmbët, ti vazhdoi unë. Edhe ti se kupton fare skemën se kështu është jeta. Ai shikon e vepron. Qartë. Që nuk është standarde, patjetër që gabon. Diles unë kam një eksperiencë tjetër, se tani na janë rrit fëmijët. Edhe unë shikoj që bëhem shumë me vëllezërit, edhe shikoj që më rezultat ka vllai im te fëmia im, ne jemi në moshë tjetër, jemi mbi 25 vjeç fëmijë. Ka një komunikim, një bashkëpunim, një kështu, se sa kur e kam unë, sepse unë tërhiqem, jam i tërhequr, nuk jam i hapët fare. Kështu që këto janë ato gjëra që themi gabon prindi. Gabon që s'kemë atë. Me vendimet në edukimin e fëmijës gabon prindi.
Gabon që të shkeme atë punë. Mi më vlaj. Dhe zoti mbarë, një ty në mbarë për rrugë. Edhe mbarë si, rofsh. Provojmë tjetërën, telefonat dhe mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Gjemoni ka Tirana. O më gjema? Qa bënë, da e një. Mi më vlaj të s'ki qenë? Shqyqë, një ka bjerë zoti. Unë. Unë them gabimin s'du t'ja thush, gabimin munot mu shly, jo mu zgjatë. S'ki t'ja thush gabimin. Pa. Ti e ki bo herë gabimin, t'ja thush, a i thëje nëse të bëja gabim, edhe ti ki bo gabim. Po, pra. Unë them s'du t'ja thush gabimin du t'shlyet, më mu parti me punë, jo ma përsërit. E kuptoj. Pra ti thua që s'duhet me i thonë. Se ti thush, a e thëje të thonë, ti ke gabuar. E morë, më zbërtit që me, në regull, e morave. Ja, po, ashtë, aj, ka gjanë që shkak nëse për nëse të ty, që ati ki qeni mirë ti. E qartë. Mirë që me, rosh vlajt. Përshëndetje, ka lës mirë. Ajde, telefonata mi mëgjesi. Alo, mi mëgjes, atë. Kush jeni nga Pristi? Ne jemi nga Tirana, da. Ne mama? Se të kanë basi, ja qo. Ja, shive shkruj, si me pas. Mira, shumë temë këshu, da. Ve këto temat pikante ti që i bo njerëzit në folë në vete, da. Normal, më që të klasim. Ja, normal. Mira, për pjesën e kësaj temës, desha me folë për vete, se nga që jo me dhe prind vetë. Problemi është që ne gjithmonë prindit nuk kena për herë drejt ato. Mund të kemi drejt në të sa detaje që mund të kemi, do në thonë që... Që vi nga eksperienca? Po, jo nga eksperienca, se këtë desha të dalë. Ne jena, unë për vete, për shemull jam rrit në brezin, do në thonë një brezit 76-ës, që qynë në shkollë, do në thonë, edhe kur na kapshin nga favoritët mësuset, do në thonë, na gjushin me vizore, ke durët, do në thonë, ishte ajo dhuna dhe po pra prindi thoshte, digjoj mësuse. Bjeri, po mos ja Bjeri. Po, pa tjetër. Do bëri numra në klasë Bjeri. Po, Bjeri, le, mos e më pyta të po. Duke rrit nga i brez, neve e kemi si trashgu me këtë pjesën që gjithmonë ne kemi egon, që duhet të themi që fëmija, do më thonë prindi ka drejt dhe fëmija nuk ka drejt. Por në rastet caktume, do më thonë, mund t'i themi, ne kemi drejt për shemë kur t'i themi që t'i kry ato nevojat personale, do më thonë, t'laj durët, t'laj dhomët, cilët mirë, t'ket një farë edukatën, marrëdhënie në shkollë, me fëmijët e tjerë. Po jo gjithmonë ne kemi drejt se në teket mu qefi tani ulja zonin të televizorit, billafi, do me pritën gjumë, ose shko t'dil nga dhoma tjetër, merë tabletin, ose mos t'i them merë X e nga qmene, pa. Daj. Pra ne, duke qenë... Kalamoni merë nga mënyra si reagon, nuk ka rëndësi i drejtohesh atje apo jo, kur ti reagon me nerva për hiq mos gjë, se s'ke dhe fajrë, se e i lodhur nga puna, pa diskutim. Ja, nuk, ka, fëmija, Aldo, gjithmonë rritë, nëse unë do vazhdoj që t'i vej vetës të drejtë, për çdo gjë që mund t'i them fëmijës, atëherë edhe fëmija me atë frymë do rritet. Do e trashëgoj dhe kur të rritet dhe të bëhet mosh, madhore dhe të bëhet prind, po prapë do t'i vej të drejtë vetës dhe do pajtoj fëmijën që do t'i vinë jetë. E qartë. Ky është mendimi im. E respektoj shumë. Falenderoj shumë i dashur telefonatat. Gjithë mirë, kalofsh mirë, zotit Bekov. Okej, mirë. Ja të kemi shpejt në Durrës. Zemra Hami? Mirë mëngjesi nga qyteti i Durrësit. Qyteti i Durrësit në përgjithësi, por kjo quhet se kështu japone quhet kjo? Japone. Po nga vjen kjo fjalë? Kështu quhen. Kam qenë kurioz i vogël. Po të them të drejtën. Se di, nuk e di. Me mëng japone. Se kam iden. Japone do të shkruhet japone. Shkruhet japone, po. Nese. Nuk e di aldo nga një fjalla. Megjithatë, po nisë informacionet e ditës së sotme, kemi të bëjmë me një rast vjedhje në një supermarket. Domethënë është zbuluar nga kamerat dhe tani është në ndjekje të këtij personit. Por nuk është hera e parë se të shumë dyqane dhe markete po ankohen që është dikush po na vjedh, por nuk e ka të ndodhur. Po çfarë vjedhin? Po çfarë vjedhin gjëra koti, ku do unë po them unë antidjes. E kupton? Ndonjë ushqim, në një çokoladë, në një gjë të tillë. Marrin materiale të tillë. Po, gjë vogla. E qartë, të stinës. Një tjetër gjallë do pastaj ka të bëjë për sa i përket një zonje e cila është e divorcuar dhe fëmijën e saj 14 vjeçare ka futur në punë. Po. Na ngrihet gjyshi tani dhe fëmijët e thotë po. A mos ja futur. Duke qenë nga ana e babës. Po, nga ana e babës. Shkon
Po, shkon aty dhe thot nuk e për të punuar, se ti i vogël të ka futur jo të tëmë në punë, e kështu me radha. O bone ti e kështu gjërash? Po, dhe e ka marrë djalin në shtëpinë e tij dhe e ka kërcënuar nusën, pra ish nusën që bëj gatë ta futësh djalin në punë se ne nuk kemi vdekur andaj. Po, nëse nuk e mban dot ti me bukë, e mbajmë ne. Mirë, po zonja në fjalë do që në një farë mënyrë vetë ta mësoj me punë djalin, se ka futur për të marrë ato para, se ka futur të afërmit e saj. Kuptoj. Tjetër? Dhe kështu. Një tjetër që pastaj do të bëj me një zotëri moshës 50 vjeç. 50 vjeç. Po, 50 vjeç, ku është rrahur nga vëllai i tij që është nëna. Kjo për arsye pronash. Me sa mora vesh, po, punë pronash, Aldo, po si duket e kanë sqaruar një herë, 2 herë, 3 herë, derisa kanë përfunduar këtu, sepse nuk kanë gjetur gjunën e përbashkët. E kuptoj. Është pak është për të ardhur keq, domethënë ta dëgjoj këtë gjë, po ja që kanë ndodhur. Janë bërë to prona tani, domethënë nuk e di. Lore. Po ne i lam ca, domethënë nuk vihemi, ne i lam ca se s'kemi ç'dum. Është qartë. Një tjetër gjë pastaj Aldo, një tjetër gjë pastaj Aldo ka të bëjë me një çift, të cilët janë ribashkuar, pra kishin 6 muaj të cilët ishin të ndarë dhe janë ribashkuar pasi nuk rinin dot pa njëri tjetrin. Janë sqaruar me njëri tjetrin që okay, zihemi, bëhemi tjera, por nuk mund të ndahemi. Nuk mund të jemi veç e veç. Mirë, zako. Në parim këto kishë? Kështu, Aldo. Në parim këto. Shtriu pak, ndërkohë. Ecim neve 069 40 003. Mrekulli fare. Atëre, ora është 8:03 minuta, bjet kemi shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Kemi në të momente shumë pak momente publicitet me kafen ton të veçantë. Shumë vjen nga shumë që jemi këtu në Sibia apo drejtorisë policisë Tiranës, më thënë. Dhe kemi në takim me psikologen Jonida Xhiu. E dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe faleminderit shumë që erdhe në këtë orë mëngjesi. Pak të vështirë për gjithë ata që punojnë, po që në fund të ditës, domethënë, ne hapëm një debat me njerëzit, me një pyetje në fakt tjetër, një pyetje e cila konsistonte nëse është e dëmshme apo e dobishme të thuash fëmijëve se prindrit kanë gjithmonë të drejtë. Pra, domethënë, vazhdon të jetë ne trajtojmë shpesh herë këto debatet fëmijë prindër dhe në fund të ditës lind pyetja, ore, prindrit i kuptojnë fëmijët apo fëmijët prindrit, duhet prindrit i kuptojnë apo duhet fëmijët i kuptojnë? Hajde gjeje. Kush ka më shumë nevojë, nga eksperienca jote si psikologe, për fëmijë, kush ka më shumë nevojë ta kuptojë tjetrin, prindja apo fëmia? Tamam. Po, në fakt është shumë e rëndësishme për prindin që të jetë në kontakt me gjithçka që fëmia përfaqëson, që të jetë në kontakt me atë që fëmia është, me atë që fëmia mundet, me atë që fëmia dëshiron, me atë që fëmia dëshiron të bëj. Pra në një farë mënyrë është detyra në thonjza, se sigurisht e flasim për më të mirën, nëse mund të shpreheshi me terma profesional, për interesin më të lartë të fëmijës. Është lipset që prindi të përpiqet të kuptojë fëmijën në mënyrë që ta udhëheq, pra prindi praktikisht duhet të jetë një udhëheqës, një lider në atë çka mendon Xhanëm që është më e mira për fëmijën. Dhe për sa kohë prindi është një udhëheqës i mirë, për sa kohë prindi është një model i mirë, për sa kohë prindi e reflekton atë që fëmia dëshiron të bëjë, sepse shpeshherë prindrit mjaftohen me kjo është më e mira, kështu duhet bësh ti dhe këtë di unë, stop këtu. Ajo është më e mira që prindi mund të bëjë për fëmijën është që të reflektojë modelin që fëmia dëshiron të bëhet. Pra, jo vetëm ti thot fëmijës që kështu do bësh ti se kështu dua unë, por në një farë mënyrë ta reflektoj vetë të gjë, të jetë vetë, ta bëj vetë të sjellje këtë gjë që ja kërkon fëmijës. Për shembull, ne na vin prindër që ankohen për fëmijët, për mungesën e aktivitetit fizik, për përdorimin e telefonave, për shumë gjëra që ndoshta janë sfidë të kohës sonë. Dhe kur ne i pyesim po ti çfarë bën, po jo po se un kam punë, po jo po se un se bëj dot, pra në një farë mënyrë justifikohen sigurisht, pa na shkaluar gjitha impenjimet dhe gjitha sfidat e prindërve. Por nëse duam që fëmia të bëjë diçka, prindi patjetër duhet ta reflektojë. Prindi duhet të jetë i pari që e bën këtë gjë në mënyrë që edhe të jetë më. Na duket ne apo fëmijët tani janë pamëshirshëm? Fëmijët, domethënë, ke pasur vjen prindi për tu anku, na e mori shpirtin etj. Ora pse janë kaq pamëshirshëm ta mos kanë?
Unë mendoj që fëmijët reflektojnë atë që ne i japim. Apo kështu kemi qenë dhe ne, në fakt. Jo, ndoshta kështu kemi qenë dhe ne, mbase në një farë mënyrë është edhe ai niveli të kuptuarit, arsyetuarit dhe prindi, çdo prind ndoshta mendon më shumë se sa fëmia është, dëshiron më shumë se sa fëmia është. Dhe nisu nga ky lloj vlerësimi ndoshta shpesh herë dhe subjektiv, mendon që fëmia e tij nuk është aq i pjekur, aq matur sa do kishte dashur ky prindi të ishte. Po në fakt fëmia ka moshën për qenë i tillë edhe shpesh herë prindi duhet ndërgjegjësohet për këtë gjë, lidhur me pritshmëri që ka për fëmijën e tij. Ke shumë prindër që thonë jo, në moshën e këtij, në moshën e kësaj, jo, s'kam qenë kështu. Apo jo. Absolutisht, e hasim shumë shpesh, keni shumë të drejtë, e hasim shumë shpesh të që prindi në një farë mënyrë veten e vetë mendon sikur ka qenë ndoshta ndryshe, por ndoshta është edhe ky gabimi i krahasimit të individëve që jetojnë në kohë të ndryshme. Domethënë, prindrit dhe fëmijët gjithmonë jetojnë në kohë në çfarë lloj kohe jemi. Prindi ka jetuar në një kohë, në një periudhë ndryshe nga koha e fëmijës, dhe s'ka se si të jenë një lloj. Sigurisht. A është e drejtë të kërkojmë nga kalamajt që të kuptojnë prindrit kur ende kalamajt se kanë zhvilluar ndjeshmërinë apo le të themi aftësinë e komunikimit? Ka logjik këtu? Ka logjik në sensin e asaj që prindi duhet të ndërtojë një komunikim efektiv. Domethënë, detyra bazë e prindërimit është të ndërtojë një komunikim me fëmijën e tij, të kuptojë fëmijën, të kuptojë mundësitë, të kuptojë nevojat, të kuptojë atë që e shqetëson fëmijën. Dhe për sa kohë prindi përcjell këtë ndjesi të qenit i pranishëm, për sa kohë prindi përcjell këtë ndjesi që un jam këtu për të dëgjuar, për të kuptuar, unë mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të zhvilluar edhe atë sensi që edhe fëmia, ne themi empati, pra të përpiqet të kuptojë atë që prindi po kalon. Por nëse prindi nuk ka komunikim me fëmijën, nëse prindi është distant, nëse prindi e lë aty gjithkohon me një pajisje smart, nëse prindi është gjithkohon në punë, është gjithkohon i angazhuar dhe prindi nuk ka komunikim me fëmijën, nuk mund të presë që ky fëmia ta kuptojë këtë, të kuptojë vështirësitë, të kuptojë atë që prindi po kalon. A ka dhe raste kur kalamajt janë më të ndjeshëm se edhe më të kuptueshëm se vetë prindi? Po dhaj ka i herë? Po sigurisht, sepse kjo shpesh herë varet edhe lidhet edhe me personalitetin, ne jemi të ndryshëm. Pavarësisht se ne shpesh herë kemi të vështirë pikërisht komunikimin dhe menaxhimin e situatave prind-fëmijë, sepse ne i mendojmë fëmijët ose ne i presim që fëmijët të jenë identik me ne, dhe për sa kohë ky individi nuk po mendon ashtu siç po mendoj unë, prindi vjet në një situatë ndoshta e përjeton edhe me stres edhe ka dhe të vështirë ta menaxhojë. E para është që ne duhet ta konsiderojmë dhe duhet ta marrim të mirëqen faktin që ky është një individ tjetër, ky është një individ që mendon ndryshe, reagon ndryshe, ka tjetër mënyrë se si koncepton gjërat. Dhe në jo pak raste, sikurse dhe ju e thatë, mund të jetë edhe fëmia që është më me këmbë në tokë se prindi, dhe sigurisht që ka plot raste të tilla. Dhe në këtë moment sigurisht edhe ka dhe prindër që nuk arrin ta perceptojnë, që është pikërisht fëmia ai që ul në këtë sjelljen jo të arsyeshme, dhe fëmia është më i arsyeshëm, më me këmbë në tokë. Kur u bë ky? Shefti, pa kuptuar. Po shpesh herë pastaj ndryn edhe egoizmi, edhe ajo pjesa që s'ka mundësi se un jam prindi dhe un duhet të di më shumë, edhe un duhet të jem. Ajo është, nuk do të deklarohet, fakt po është. Absolutisht është, të gjithë është, domethënë ai egoizmi që kur u bë ky se un e di dhe un duhet ta vendos, domethënë patjetër shpesh herë është në mënyrë të pandërgjeshme, por patjetër që shpesh herë është prezant. Si ndikojnë faktorët që janë stresi, lodhja, hallet lekët, hallet ekonomike, domethënë në aftësinë e prindërve për të kuptuar fëmijët. Është e vërtetë që se të ikën dhe trurit, sidomos të periudhë. Patjetër, për prindrit është sfidë e përditshme në çdo moment, menaxhimi i gjithë elementeve që ka jeta, problemet financiare, menaxhimi i familjes, menaxhimi i fëmijëve, menaxhimi i një problemi shëndetësor që ka dikush, menaxhimi i një personi tjetër në familje. Pra çdo prind dhe çdo individ mendoj që ka shumë sfida për të menaxhuar, për të koordinuar. Megjithatë, për prindin duhet të jetë absolutisht, për sa kohë prindi nuk kupton që prioriteti në momentin që ti je prind, duhet kuptosh që prioriteti është fëmia. Në menaxhimin e të gjithë sfidave, në menaxhimin e gjithë problemeve që individi ka, në momentin që është prind, fëmia duhet të jetë prioriteti. Dhe nëse fëmia është prioriteti, nëse fëmia merr atë kohën, nëse fëmia merr atë në një farë mënyrë investimin shpirtëror, se jo të gjithë prindit kanë mundësi për të investuar ekonomikisht.
Po nëse fëmia merr atë investimin shpirtëror, atë kohën nga prindi, unë mendoj që është më e thjeshtë edhe menaxhimi i fëmijës dhe për prindin. Nëse menaxhimi i fëmijës është i thjeshtë, pra nëse nuk ka probleme në menaxhimin e fëmijës, unë mendoj që i ka shumë më të thjeshta menaxhimin e situatave, e streseve, e problemeve të tjera që sigurisht që janë prezente. Por në momentin që prindi ka shumë sfida, ka shumë probleme, sigurisht që i ka. Në momentin që fëmia ka probleme dhe fëmia në një farë mënyre e ka humbur atë sensin normal të funksionimit, unë mendoj që gjitha këto probleme të tjera bien poshtë edhe është fëmia pastaj që kërkon shumë më tepër impenjim për ta rifutur, për ta rimarrë funksionimin normal. Çfarë presim ne të ndodh kur mungon mirëkuptimi i familjes? Domethënë, çfarë pasojë ka? Ka shumë pasoja. Absolutisht ka shumë pasoja. Mos kaluar në ekstrem, po. Ka pasoja nga, domethënë duke filluar nga situata dhune, nga situata agresiviteti. Pasoja që shfaqet tani apo më vonë? Në çdo moment, mungesa e komunikimit, mungesa e kuptueshmërisë, në çdo moment mund të sjell probleme. Mund të sjell probleme në mënyrë direkte që janë episode agresiviteti, episode dhune, por mund të jetë edhe pasoja të cilat reflektohen më vonë, sikurse janë problemet në shëndetin mendor. Pra një individ i cili përballet me mungesën e komunikimit në familje, një individ i cili përballet me mungesën e kuptueshmërisë nga ata individ të cilët praktikisht duhet të jetë streha e parë shpirtërore për secilin prej nesh, familja duhet të jetë streha e parë shpirtërore, aty ku ne ndihemi rehat për të ndarë mënyrën se si ndihemi. Aty ku ne ndihemi rehat për të ndarë nëse po kalojmë një situatë vështirë. Në parim nuk është se ka njëri kundër, por për sa kohë kjo atmosferë mungon, për sa kohë individi nuk e ndjen familje, nuk i gjen ata individët aty për ta mbështetur, për ta dëgjuar kur po kalon një situatë problemesh, atë ka shumë më të ngjarë që ky individ të mbartë shansin për të patur probleme të shëndetit mendor, të tërhiqet në vetvete, të ketë probleme të ndryshme, të cilat mund të shfaqen në çfarëdo lloj momenti të jetës. Një pyetje që e çoj dikush me me SMS, a është dashuria e pakushtëzuar në familje ndoshta e mbi vlerësuar? Po, në fakt unë do thosha që për fat keq po. Duket sikur është jo direkte, po në fakt. Jo, unë do thosha që po. Unë në punën time të përditshme vëre plot raste që për shkak të dashurisë pakushtëzuar, për shkak të atij mendimi, sepse dashuria është një ndjesi që unë mendoj që gjitha qeniet njerëzore e kanë, pavarësisht në format që ne flasim për individët normale që nuk kanë një problem të shëndetit mendor. Një qenie normale sigurisht që ka dashuri për disa individ që ka në jetë. Pavarësisht mënyrës se si e shpreh, pavarësisht intensitetit të ndjenjës se sa e shpreh këtë gjë. Por me që jemi tek familja, tek marrëdhënia prind-fëmijë, tek marrëdhënia brenda familjes, unë mendoj që kjo ndjenja mbi dashurisë, të menduar që unë e dua shumë, unë e dua më shumë se kush don, po ashtu siç e dua unë s'do ta doj asnjëri, unë mendoj që kjo në jo pak raste sjell probleme, sepse individi në këtë momentin nuk është më objektiv për të menduar, ndoshta për të kuptuar edhe gabimet e vetes, ne shpeshherë kemi gabime, gjithë ne kemi gabime, qoftë në mënyrën si funksionojmë, qoftë në mënyrën se si në marrëdhënie që kemi me të tjerët, dhe kjo dashuria se s'ka gjë si jam unë kështu jam, po ama unë të du më shumë se të gjithë, kjo në këtë moment nuk ka zgjidhur asnjë gjë. Personi mund të ketë gjithfarë lloj problemesh, dhe ti i fut një se s'ka problem se sa duan të do asnjëri, dhe problemi është aty. Të kërkuarit e problemeve, të qenit kritik për veten, të qenit kritik për marrëdhënien, unë mendoj që e ndihmon veten dhe marrëdhënien. Pra unë vërtet dua, po unë duhet të analizoj dhe problemet e mia, të analizoj edhe mënyrën se xhanëm si vjen kjo dashuria ime tek ti, se sa e merr ti këtë dashurinë. Po, e kam lexuar diku si shpreh kështu si meme, si batut që pasqyra në shtëpi nuk shërben vetëm për të kryer flokët. Po jo. Që patjetër, është shumë ke edhe familje që kanë nga dy fëmijë, domethënë, edhe pyetja është, a mund të duan prindërit fëmijët e tyre në mënyrë të barabartë?
Unë mendoj që patjetër që prindrit, sepse është shpesh herë kjo dilema, njërin e duar më shumë se tjetrin. Ha shumë kjo? Në fëmijët me më shumë se një fëmijë. Ose fëmijëve që u duket sikur do vllajnë apo motrën më shumë. Kjo është një dilemë, unë nuk mendoj që ka, domethënë, familje që nuk është diskutuar kjo në është më shumë se një fëmijë, qoftë me humor, qoftë me të vërtetë, domethënë kush është i preferuar, cili është i preferuar. Ky është i mamit, po. Absolutisht që ekziston një mendim i tillë. Megjithatë, unë mendoj që patjetër që dashuria e prindit është e njëjtë. Mënyra se si qaset tek individi patjetër që është e ndryshme. Fëmijët janë qenie të ndryshme, janë personalitete të ndryshme dhe si të tilla ose vinë në periudha të ndryshme të jetës së individit, të jetës së çiftit. Dhe si të tillë ata në një farë mënyrë marrin dhe sjellje, marrin edhe forma të tjera të komunikimit. Pra secili fëmijë merr një komunikim ndryshe me prindin. Dikush është më i afërt, dikush është më i distancuar, dikush është më social, dikush është më i tërhequr. Kështu që për sa kohë dhe personalitetet e fëmijëve janë të ndryshme, edhe komunikimi me prindin është i ndryshëm. Edhe mënyra se si e ndërtojnë afeksionin me prindin është e ndryshme. Kështu që po edhe prindi ndryshon, kur ka lindur fëmia i parë, ka pasur një moshë të caktuar, krahasuar me fëmijën e dytë, të tretë, të katërt. Pra dhe prindit ne gjithë ndryshojmë, çdo ditë ndryshojmë. Përgjithsisht për më mirë, por jo vetëm. Kështu që ne kemi problemet tona që na ngarkojnë. Duket sikur këta të dytët janë më domethënë sikur s'po themi më pak, po që zbojnë si dikur kur ishte mia parë. Unë mendoj që varet shumë nga gjendja e prindit, nga natyra e fëmijës. Disa fëmijë të dytë janë më lozonjar, kërkojnë më shumë vëmendje. Disa fëmijë të parë vazhdojnë ta mbajnë atë pozicionin, le të themi, edhe nuk e lëshojnë pavarësisht se vinë. Kjo mendoj që varet shumë edhe nga personaliteti, por edhe nga momenti kur vjen, nga angazhimi prindit, nga mënyra se si ndërtohet komunikimi me këtë individ që është fëmia, është individ që vjen. Është një individ edhe sigurisht ndërton një marrëdhënie, ndërton një komunikim. Absolutisht shumë. E ç'a ndodhi pardeshim parmbrëmbi, është më darkë te një shoku jon. Drini është 8 vjeç, çuni 8 vjeç, është çap këngë kështu nga ato që s'len dikur bashkë. Nëse duke u marrë me njëri tjetrin, harrum që ishte aty. Dhe jati thotë mes shumë muhabete kështu, ja, erdhi një drini, erdhi rastisht, nuk është se ne e deshëm, po që tak ngeli ai. Më kupton, domethënë pati një reagim. U pre fare s'foli gjithë darkën. Ishte gaf kjo apo? Po, ndonjë. Domethënë ai zgju e tha, si më thon, ndodhi shazania rastisht. E kuptoj. E kuptoj. Dhe ishte mes shumë muhabeteve. Po, do të kur nuk e prisnim. Harrum që ishte aty. Varet unë mendoj që u pregoja, ai që s'lindë dikur bashkë. Po, në një mënyrë se si sidomos kur fëmijët janë aty prezent, sepse fëmijët po nuk e kanë mundësinë për ta kuptuar situatën ashtu sikur se ai mund ta ketë thënë, sepse gjithë kur kemi qenë fëmijë mbase kemi dëgjuar gjëra që nuk kemi pasur aftësinë arsyetimit për ta kuptuar, se si ka reaguar, se si ka vazhduar. Ngeli mendja. Të gjithë jemi përballur me situata të cilat nuk i kemi kuptuar dhe mbase jemi shqetësuar më tepër se sa ka qenë realiteti. Është gafë prindërore kjo apo? Patjetër që ndodhet në situata të tilla të mungesës së kujdesit. Se tha për keq, ë? Absolutisht që jo. Unë mendoj që të gjithë ne bëjmë gabime në komunikimet që ne kemi. Të gjithë ne flasim apo komunikojmë aspekte të cilat në një farë mënyrë ndoshta në një moment më vonë themi pse e thash kështu sepse tjetri mund të jetë lënduar. Dhe kjo është në çfarëdo lloj komunikimi. Ka në rregullore, ka do të cilat janë hapat që ndërtohen marrëdhënie shëndetshme apo thjesht ndodhin? Unë mendoj që për sa i përket varet nga marrëdhënia. Unë mendoj shumë që marrëdhënia prind-fëmijë është një marrëdhënie e cila është detyrimisht prindi dhe fëmia duhet me do e mos komunikojnë dhe të kenë një komunikim efektiv. Nuk mund të funksionojë me fëmijën se unë kështu jam, se ti kështu je dhe kjo këtu mbyllet komunikimi ynë. Sikurse është apo jo komunikimi me individet e tjerë, qoftë edhe në komunikimin në çift. Me komunikimin në çift ti e ke ose jo kimin, ti e ke ose jo komunikimin me tjetrin. Sigurisht që mund të bësh, duhet të kesh kujdes në disa momente për ta mbajtur këtë komunikim të shëndetshëm.
Por faktet tregojnë që ky komunikim, pra njerëzit përputhen ose jo. Janë ose jo në të njëjtin nivel të menduar, në të njëjtin nivel energjie. Gjë që e përsëris se dua ta theksoj këtë faktin që çdo gjë mund ta pretendojmë në komunikimin me fëmijën. Paktën deri në një moshë kur fëmia ka nevojë për supervizim. Cilat janë ca nga gabimet që prindërit bëjnë në ndërtimin e marrëdhënieve me kalamajt e tyre? Ndoshta një nga komunikimet, një nga problemet më të hasura është pikërisht ajo ndjesia e egoizmit që prindi ndoshta nuk është i ndërgjegjshëm, absolutisht nuk mendoj që nuk ka prind që nuk do më të mirën dhe që fëmijë nuk e ka në vendin e parë në jetën e tij. Por ndonjëherë ato mekanizmat e egos, ai egoizmi edhe ndoshta vështirësia për ta menaxhuar këtë gjë ndërhyn edhe në këtë marrëdhënie që është më sublimja në jetën e individit. E duke mos e marr parasysh edhe faktin që ndoshta diku mund ta lëndosh, diku mund mos e marrësh në konsiderat një situatë të fëmijës, diku mund mos marrësh në konsiderat një të drejtë të fëmijës. Ndoshta duke mos qenë edhe kritik, edhe për të kuptuar dhe veten, shpeshherë këto situata sjellin probleme në komunikim dhe sjellin distanca dhe në një moment të caktuar na vijnë prindër dhe thonë unë nuk po e njoh më fëmijën tim, sepse distanca është krijuar, është zgjeruar me kalimin e kohës dhe vjen një moment që thonë dhe të moçmit të riqë mos kut. Patjetër. Ky është rregulli i artë në prindërim. Shumë faleminderit për mendimin që ndave me njerëzit e dashur doktoresh dhe falenderoj vërtet dhe të uroj shëndet e mbarësi. Faleminderit, ne shëndet e mbarësi. Okej. Kjo temë s'ka fund, ajo dihet, domethënë diskutuar, po diskutohet dhe do vazhdo të diskutohet. Brez mas brezi. Kështu që keni mendje. Tamam e shpreha të riq e mos kapot. Mirë, erdha, shumë pak momente publicitet. Okej, mirë shumë, ora është pa 18, 9 pa 18 minuta. I bjetemi të momente me Armanin ton të Myzeqes. A modela? Mirë nga Myzeqe. A mos u këtë aty? Mirë, Myzeqe është dhirë mirë sot, duke ditë e qetë, por në fakt banorët ka nisur që orët e parë të mëngjesit që të nisin aktivitetet e tyre ditore, duke qenë se më vonë fillon nxehti dhe normalisht që është e papërballueshme për ta, por edhe për bimët që të ujiten në atë kohë. E shikonti. Përpos tyre halleve përditshme, çka ka në gjë të veçantë fare që e bën Myzeqen ndryshe nga gjithë të tjerat? E veçanta është në fakt ku disa djemë të rinj janë kthyer nga emigrimi dhe kanë menduar që të hapen një aktivitet këtu në Myzeqe, me qëllim të përftohen disa të tjerë. Kështu është të ndje dhe është organizuar diçka shumë e mirë sipas tyre, por është organizuar sepse sipas djemve thoshin që do hapen një fasoneri dhe domenin vetëm punëtor nga zona dhe jo punëtor shumë nga vendet e tjera. Jo se kishin një kundërshtim për këtë, por kishin si qëllim që të punësonin njerëzit e zonës. Po mirë shumë. Shumë mirë. Tjetër gjë? Është një gjë interesante në fakt. Një gjë tjetër kemi një lajm që ka të bëjë me një 22 vjeçare, e cila është grindur me maman e saj dhe me maman e shoqes së saj. Sepse mendonte që midis mamas së saj dhe bashkëshortit të shoqes së saj kishte një tradhti. Qa thuma? Po, që dyshonte vajza në fakt, por kur ka zbuluar, ka qenë thjesht komunikim normal, ashtu si kishin konfidencat familjarisht. Pra, nuk është shpreha ku ka zë s'është pa gjë. Jo, nuk është, me thënë të drejtën, dhe kjo ka bërë që jam aty thoj vajzës që mos ngatro familjen kur nuk është i gjë e tillë, aq më tepër që je pa pjekur dhe duhet cilësh më mirë herës tjetër me prindin. Okej, tjetër gjë? Tjetër gjë kemi një lajm i cili ka bërë me një 50 vjeçar, i cili është grindur me djalin e tij, sepse djali merrte motocikletin pa leje dhe shkonte vende pa vend. Por mirë me këtë, por merrte edhe karburant pa i dhënë lekët, pra me
idenë që të t'i paguat e prindi lekë. E kuptoj. Dhe kur babaja ka marrë vesh, ka kritikuar djalin dhe nuk e ka lejuar që të marrë me motocikletin, duke i thënë që nuk duhet i bësh këto veprimesh sepse nuk je i vogël, sepse djali ishte rreth 30 vjeç dhe normalisht që s'ishte normale. Iko dhe kjo. Tani, data 20 sot, qa kujtoni dhe festoni? Se keni se bebe sot juve? Mos ta bëj kështu? Me thënë të drejtën, sigurisht, por e nisëm nga dita ndërkombëtare e përgjatëve, sepse normalisht që si çdo vend tjetër, ashtu dhe Muzikëqeja ka pasur refugjat, ka pasur vështirësi. Çfarë do bëni? Në ikje. Çka keni menduar të bëni për këtë ditë? Për ditën e refugjatëve kemi menduar, duke qenë se siç e përmenda pak më parë që kanë ardhur dhe djem, pse jo të bëjmë pak përcolla ose shish kebab, sepse si shoqërojnë me pak verë ose me një pirë të sot, do ishte perfekte. Perfekt do ishte, shumë, ke shumë drejt. Tjetër gjë, çka kujtoni të festoni sot? Kemi edhe ditëlindjen e një nga aktorëve më të njohura, Nicole Kidman. Jo më ja. Koma? I ke pas qef të që i vogël atë? Tani qef. Me thënë drejtën, e kam parë, e kam dëgjuar, më thënë nuk është qef. Tani, normalisht kur një personazh publik është i suksesshëm, patjetër që ke një lloj, domethënë e ke qef, domethënë e pëlqen, domethënë atë që çfarë ai ka bërë. Por nuk do të thënë që personalisht e ke qef, sepse nuk është e njëjtë. Si mund çat keq që ka ta kesh personalisht qef? Aktore valla, yll. Absolutisht jo. Por nuk e njeh, domethënë thua që ore, kështu është dhe në jetën reale apo thua këtë bukuri ka dhe në jetën reale, se normalisht që në film për shembull përdoret pak make-up, përdoret ndryshimi i imazhit. Pra, ka ca detaje që ndryshojnë nga realiteti, për të qenë sinqert. Por që nuk është nga ata njerëz që nuk duhet ta kesh qef. S'kemi një gjullave të këqija për atë, me thonë drejtën. Që deri tani jo. Kështu që domethënë po të ishe në një moshë caktuar, sa bën ajo sot për dëgjoti? Me thënë të drejtën, fiks nuk e mbaj mend. Jo, rreth ka. Ne mos ka bërë rreth të 50-ave, da diçka më pak. Shtyllë i çik. Më shumë? Nuk duket fare më po. Shoku, për 2 vjeta e bën 6 vjet. 58 vjeçë. Pra, s'duket, ha? Nuk duket, nuk tregon, nuk e tregon. Nuk tregon. Po gjithë atë bukuri që ka, nuk e tregon. Thashëm që te bukuria. Mirë shumë. Do thënë ti do i uroj vetes kishe një nusë si ajo, pak a shumë. Si ajo? Jo. Për sa i përket suksesit, për sa i përket asë kemi dëgjuar, po. Por për ta njohur nga karakteri, nga personaliteti, për të parë sa të përbashkëta kishin. Po s'kemi dëgjuar një pikpyetje në vetë, sepse s'kemi dëgjuar edhe apo burr, mirë duket. Po, shiko, po e mirë duket. Do të kishim marrë vesh në gjë. Që nuk e vën dyshim këtë pjesë. Por kur nuk, për shembull mund të jetë shumë e mirë, po mund të jetë si shoqe. Mund të jetë shumë e mirë, po mund të jetë për një bashkëpunim. Nuk do të thënë që me patjetër mund të ketë përputhje për të partner. Dhe në emër të gjithë rinisë muzikare ti uron Nikolës. Nicole Kidman i uroj që të bëhet edhe 100 të tjerë dhe suksese të mëtejshme në filmat e saj. Ti uron që t'i rojnë? Po t'i rojnë qka për zemë. E qartë. Mirë shoku, suksese në jetë. Okej, jemi në Shkodër. Ha, mi zemra, po çfarë bëhet andema? Mama se jeni bosi filmi Fije që pritën. Çfarë bëhet tani? U zgjidh më në fund problemi në qytetin tonë të Shkodrës dhe pse më thanë mua u desh ndërhyrja Trumpit? U desh. Madje një gjys fjale e tha edhe Putin, po. Po që gjithsesi Trumpi i vendosi vulen për të zgjidhur përfundimisht këtë problem madhor. Hallin e madh të shekullit që ku do bëhet ndeshja të koncerti. Po, dhe si përfundim betëm edhe pa ndeshje edhe pa koncert. Urime. Po ideja është që u zgjidh problemi. Dhe u vendos që ndeshja do bëhet në Elbasan Arena, ndërsa koncerti është vendosur në sheshin përpara bashkisë. Po stadiumi bosh. Stadiumi, pushim. Urime. Do jetë bosh, një zgjidhje shumë interesante. Mirë po, ta themi të drejtën, kjo gjë na ka mbajtur prej një jave. A thotë ne s'po flasim dot.
Një javë ne kemi qenë në këtë gjendje që edhe nuk përshkruaj dot me fjalë, por që mos i raft kujt. I fix po na ra ne për hise, ne që jemi edhe të sportit edhe të artit. Dhe ishte një dhimbje shumë e madhe që e kemi përjetuar, duke pas parasysh që patëm edhe këto ndarjet mes artit dhe sportit, edhe konfliktet vazhdueshme, biseda me tone të larta, nuk di çfarë them, domethënë ishte një situatë shumë e rëndë gjatë kësaj jave, po shqyr kaloi. Do na mbaj edhe një javë me analiza dhe komente pas kësaj, megjithatë ajo e vështira u kalua dhe sigurisht tani jemi zhvendosur disi në problematikat e botës. Dhe ajo që ka rënë shumë në sy gjatë këtyre 2-3 ditëve është se po bëjmë shumë trajnime për shëndetin mendor, sepse është fare nevojshme me të drejtë për ju. E çfarë trajnimi ju bëjnë juve? Jo, po bëjnë trajnime specialistët, dhe më pas specialistët do të na orientojnë neve. Se si të kujdesemi për shëndetin mendor, duke pas parasysh që sidomos gjatë kësaj jave është vënë re që kemi probleme të theksuara. Po lëre. Në këtë aspekt, dhe me sa duket edhe i nxehti bën atë punën e vet, të di që jep atë ndikimin direkt. Çfarë do t'ju thonë, na e bëni forward. Po patjetër, deri të nesër kemi koncertin dhe do shohim se si do të jetë situata. Kjo është ideja. Na bëj zgjidhje. Po, patjetër. Tjetër gjë që ka pas? Nuk është se kemi halle të tjera me të drejtën, kështu arrestime, djegje. Pare më vara, këto s'janë halle këto. Po, s'janë halle, duke pas parasysh se çfarë ne po kalojmë. Ku do mbahet ajo, ku do mbahet kjo, po. Minimi zemra. A shqyr me kaq. Po, shqyr. O zot Majdorën. Mos na provoka shumë se nuk mbajmë. Mirë, shumë. Iko dhe ky hall dhe me shërimi nga ky hall dashumiq, i bie mbylljen e programit për ditën e sotme, duke ju uruar gjithë shëndet, mbarësi, kalofshi një premte sa më të bukur dhe me kismet Zotit dëgjohemi e shikojmë sërish nesër në 7:00 Tong tong.